gjithë ambicioz. Pra ti mendon që do të ketë një rebelim brenda PD-s kundrejt Berishës? Mos qoftë rebelim, do punojnë nën tavolinë që ta shkatrojnë dhe ta delegitimojnë që ta detyrojnë që ai të iki, të ndodhi diçka. Këtë analizë zoti Berisha nuk i ka parashikuar ose paraprit këtyre ngjarjeve brenda PD-s? Po, se ne bëjmë shpesh të debat që nuk e di doktori për shembull që Belindi është ambicioz dhe mund t'i bëj gol nesër që ta dëmtoj gjersa të shëmbet Lisi dhe ky si filiziri. Kjo është logjika. Kjo është logjika. Po, tani përgjigjja është kjo. Kishte doktori zgjedhje tjera? Se ne e bëjmë sikur doktori kishte miliona zgjedhje aty. Ore, fal po, mi gjeti mua njerëzit publik që bëjnë debate, që kanë krijuar një lloj reputacioni të demokratët. Këto janë burr. Si ka lejuar ai tjerët që të shajnë, jam dakord unë. Se mund të ishim dhe unë e ti ndoshta. Problemi është që aty laj thaj aq janë. Është Belindi, është tjetër qendron që ata aq janë. Po patjetër, është ai Balliu, Klevisi. Ka bërë betejë, ai është njëri që del në për debate, e njohin strukturat, ka lidhje me strukturat, bën debate publike e kështu me radhë. Është ky Kolliçi po ashtu. Është ku diun Zhulali po ashtu, tjetri po ashtu. Këto janë. Nuk mund të marrë një anonim dhe ta vendosi aty. Në këtë kuptim doktori për mendimin tim ka bërë maksimumin e mundshëm që të ketë sa më pak firo. Pra nuk ka vendosur për shembull Ali Mehmetin listë sigurt, po ka vendosur Belin Kolliçin. Sepse ai thot mes tyre dyve për shkak të qëndrimeve në shkuarën, mund të jeti detyruar që të më qëndroj pranë besnik më shumë Kolliçi se sa Ali Mehmeti. E la Jorita Tabakun jashtë listës sigurt, sepse mendon që Jorida mund t'i krijojë një fraksion tjetër. Pra çfarë ndodh? Ai do sa më pak Lulzim Basha dhe Enkeleda Libeaj në grupin e tij. Njerëz që në një moment të dalin përballë. Ai do luajalët dhe është në drejtën e tij. Flokert, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, po do doja të falenderoja edhe ata 100 persona cilët po na ndjekin live në YouTube, këtu në Antena Televizion dhe në emisionin Sinjal. Duhet t'i falenderoj edhe që shpërndajnë në diasporë, por edhe në Shqipëri, edhe tek miqtë e tyre, por dhe që komentojnë dhe shpeshe ne i lexojmë komentet cilët ju shkruani, duke qenë se ngjarjet apo momentet kanë ngjarje të cilat kërkojmë edhe opinionin tuaj. Por duke u rikthyer në temë, sot Adriatik Lapaj është paraqitur në SPAK, përsëri betejë Lapaj-Sheaj. Çfarë do ndodhi? Nuk dua të hyj shumë çfarë do ndodhi me procesin gjyqësor, se s'na takon neve, se atyre i takon gjykata. Por a mendoni se Lapaj dhe Sheaj, pavarësisht kësaj përplasjes në sallën e gjyqit, do e shtrinë dorën e bashkëpunimit politik në terma afat gjatë, duke qenë se ne kemi parë që këtu edhe shumë akuza janë ka përcyer dhe këta po e rrisin profilin e tyre politik, jo se kanë bërë një arritje të madhe, por e kanë bërë ata arritje që ata po predispozonin. E konsiderueshme është. Po. Dgjoj, do e nis nga e shkuara, shumë shkurt. Në betejën publike, jo juridike, juridike është në gjykatë. Në betejën politike publike mes Lapajt dhe Shabanit, Lapajt dhe Shehajt, i humbur i madh ka qenë Adriatik Lapaj. Po. Unë ja kam thënë edhe publikisht, ja kam thënë pas zgjedhjeve edhe personalisht, që nga ana e strategjisë komunikimit është gaf që ai që është përballë teje, mos qoftë kundërshtar, nuk e ke aleat në kuptimin që ti je në një listë, nuk duhet që të diktoj ty agjendën. Pra ti ke një mesazh politik për thënë, Shqipëria bëhet. Në qoftë se ti bie në batakun që të provokon dikush dhe ti lë agjendën tënde, lë mesazhin tënd politik dhe vrapon duke sqaruar atë që thot hedh një buf për ty, kjo është gaf në kuptimin e taktikës komunikimit. Kjo është e para, pra në kuptimin politik, ai debat u fitua nga Agron Shehaj, sepse shqiptarët, duke qenë se jetojmë në një kontekst toksik, thonë këtu gjërat zgjidhen me mik. Në momentin që unë kam një hall, gjë e parë që bën
një shqiptar i zakonshëm, është që pyet herë komshiun njeh njëri filan vend? Është kështu apo jo? Po, se mund të pjesa dërmuese, nuk po them 100%. Jo, pra nuk shkon te institucioni, po pyet një herë dikë, njeh njëri te institucioni? Tani kur i thua pastaj që kryetari i gjykatës është vjerri i avokatit, edhe nëse Adriatiku nuk ka bërë ndonjëherë për të dispozuar, besoj që nuk ka bërë asnjë shkelje ligji me vjerrin e tij, bla bla bla. Njeriu i zakonshëm thotë, prit, se këtu janë duke bërë matrapazllëqe me lloje soj. S'do e bë ka ai me vjerrin, pra e ketë humbur si debat, si perceptim. Lëre, këtu ka qenë gabimi që ka bërë ai. Dhe mbi këtë që ka ndodhur, zoti Lapa e ka kuptuar që ka marrë një kosto shumë të madhe politike. Tani e lëm pas këtë dhe vim në ta projektojmë pak të ardhmen që janë zgjedhjet e 2027-s, zgjedhjet lokale. Jo, po kemi zgjedhjet tani, se ne themi 2027 apo janë 4 bashki tani. Po, janë 4, por gjithsesi mund mos jetë Tirana, se unë e kam më shumë te Tirana, se këta, por mesazhin ta mund ta japin kudo. Mesazhin e bashkimit, mund ta japin çdo lloj bashkie. Dhe unë për te analizës time dhe për te bindjes time a do bashkohen ndonjëherë këta apo jo, që do ta them dhe këtë, por unë do i referohem asaj që ka thënë Lapaj të premten e shkuar tek emisioni Zonë e Lirë tek Çani, ku isha në një panel, një debat. Dhe kur u pyet pikërisht për këtë çështje, ai tha që në momentin që kam një lloj kërkesë ndjese ose tërheqje nga ana e shehajt, unë jam gati që ta rishikoj pozicionin dhe vazhdimsinë e bashkëpunimit. Pra, Lapaj thotë, nëse shehaj thotë, i kërkoj ndjes Lapajt për ato akuzat se nuk jam i qartë as unë apo ka bërë apo s'ka bërë gjë, po e tepruam pak fushat, Lapaj thotë që jam gati që me shehajn të ulem dhe të rishohim nëse mund të bashkëpunojmë. Por, duke parë qasjet, karakteret, sjelljet, mesazhet politike të dy palëve, këtu ka i problem. Sepse nëse shehaj del dhe bën atë kërkesën e ndjesës që i kërkon Lapaj, praktikisht shehaj shumëzohet me 0 për vete. Nëse vërtet. Se ai gjithë fushatën e ngriti duke thënë që sulmonte Ramën, sulmonte pak Berishën ose as pak, që është e vërteta, dhe kur erdhi punat e këto që kishin njëjtën target group si vot, e sulmoi këtë duke thënë që ti nuk ke moral. Tani ajo e Adriatikut mua më duket më shumë si ku di unë, si me jalon topin te gjysmë fusha ati tjetrit se... Flugert, në qoftë se vendimi gjykatës flet pro shehajt, është kjo një goditje, po e marrim si... Jo, është fatale. Për Lapajn? Po, më falë, në qoftë se... Sepse kjo është një thik me dy presa, kjo o e ngre Adriatik Lapajn, e çon ka një problem në top list, ose kjo e godet dhe e zbret. Kjo ka një problem, në qoftë se... Sepse është në SPAK, me sa... Po është në SPAK, sepse ai tillë zyrtar ka qenë, po është për shpifje. Kupton? Pra, në qoftë se nesër gjykata do vendosë që nuk ka shpifur Agron Shehaj, nuk mund të themi që Adriatik Lapaj ka kryer ato që ka thënë Agron Shehaj. Por gjykata kur të argumentojë dhe të rështetojë do thotë që kanë qenë debat publik, ka qenë deklarat politike, një kryetari partie që ka hedhur thjesht dyshime, por bla bla bla, por nuk mund të kategorizohet si shpifje. E kupton? Pra në këtë kuptim ne nuk do e marrim vesh dot kurrë vërtetën. Edhe nëse pastaj del që nuk është shpifje, dhe duhet përballen me ligjin. Atëherë ne do të themi që duhet shkoj ky, po jo pra, as kështu nuk ndodh. As kështu nuk ndodh. Se ai thotë që nuk është shpifje, sepse kanë qenë deklaratat një kryetar partie në kuadër fushatës. Kështu argumenton gjyqtari, më ka kokën e vet, çfarë ti bësh aty? Nëse ai thotë gjyqtari që me letrën që ne kemi, ky nuk ka shpifur sepse këtu ka dyshime të arsyeshme që Lapaj ka kryer këtë vepër penale, atëherë SPAK-u hapi dosje tjetër për Lapajn. Nëse rezulton që Lapaj është ndihmuar nga krimi dhe ka bërë allizhverishe me vjerrin, aty pastaj karriera politike e Lapajt merr fund pa diskutim sepse fabula e tij është ngritur, por nuk besoj se do shkojmë
në këtë premisë. Pra, jo. kanë premisa që Këtu unë them që kjo çështje juridike